Bismillahirrahmanirrahim. Jemi nga fundi i meditimeve, po du vetëm edhe sa gjana shkurtimisht. Pra, inna rabbeke ya'lam, e kuptum që po, juve kjo punë po ju mundon, nuk është shumë e lehtë, është ka njëherë edhe raskapice, mirë po është bërë për një qëllim ma. O taifetu min alladhina ma'ak, adhurimi që bëhet në bashkësi me shokë të mirë është më ndryshe, më i lezetshëm, më i këndshëm se sa kur bëhet vetë e në vetëmi. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Allahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Allah është ai që përcakton natën e ditën, pra Allahu i mandum tash po vjen, domthon Allahu i mandum ta ka përcaktuar natën sepse nata i ka disa veçori që nuk i ka dita. Kjo është e para. Wan-nahar, ditën ti ki tira punë. E dyta, e treta, dita nuk është kriju shumë për adhurim. Do të për punë, e për sakrificë, e për risk, e për shërbim ndaj familjes, nëse je në post, domethënë publik, me shërbim shoqërisë, bashkësisë, me qëndru deri minutën e fundit, jo me dal në 3:55, në 4:00. Nëse rrit më shumë, zoti shpërbleft. Ke is, edhe ke shkunalt. Jo me dal në 3:30, hajtë se në gjysore zbohet nomi. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Përmbaju domthon kontratën që e ke nënshkruar. Qëndroj besnik votës që e ke marrë. Edhe mos e tradhto kur atë premtim që u a ke jep atyre njerëzve në momentin kur u a ke kërku votën. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Kjo është ajo. Edhe wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, gjatë ditës së natës fiqiroje nalun një moment, një minutë, edhe këshire mëdhërshinë Allahut. Lëvizjen e diellit, e hanës, e ditës, e natës, e ndjenjave tua, Allahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Ka njerë o lëzër, Allahu t'i jep në ndjenjë e natën që t'i jep ditën. Nga njerë t'i jep ditën sepse ta mundëson me pa diçka që ta zbut zemrën. Allahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, e që si o lëzër pejgamberi alayhis salam Allahu e ka jep shumë. Nga njerë e përmjet ndjenjave ja ka ngrit moralin. Allahu thot, alime ellen tuhsuhu. Mirë po, ai që nga fillimi e ka di që ja u palon këtë punë, mund të njëtën, s'kishi mujt me gry, s'kishi mujt me i dalë zot. Mirë po, e kam shumë të kësaj me të doja, prapë për tej asoj anës juridike e rregullave të fikut, këtu pikasun diçka tjetër. Se shoqëria ndohet në glasa, në mendime, në mundësi për pranu diçka. Pra, teksa Allahu i mandum i ka dal kështu në këtë mënyrë, na ka tregu që për brenda bashkësisë nuk kanë këtë njëjtë. E që besa zbën asnjëherë me kërku këtë me qenë njëjtë. Nëpërmjet kësaj rregulle, nëpërmjet kësaj premise, edhe asoj çka pikasëm tek ajeti, i bëjmë demand shumë për atyre ideologjive të poshtra që nga kohrat e vjetra e deri tash, cilat nëpërmjet disa dyshimeve mundohen me lejthit muslimanët, sikurse ajo konkretisht edhe mas shumë të ideologjia majtiste. Dhe mbi gjitha e pikasin pozitën e luftës. Allahu po thot që nga fillimi e ka ditë që nuk mundi deri në fund, nëse Allahu i mandum o a kish përcaktu mu falë kështu ka shumë natën, ta njëtën, s'kish i mujt me i dalë në fund. Fataba aleikum i bjen jo veç u a ka pranu pendimin gjatë këtij viti, nëse s'keni mujt me i dalë deri në fund ashtu qysh e keni nënshkru, po edhe u a ka ndru dispozitën, u ka sjell diçka më të lehtë sepse paraprakisht është realizu misioni. Faqra'u ma tayassara min al-Quran, këtu është për qëllim përmenda namazin. Pra tash lexoni sa ta keni më të lehtë pe Kur'anit. Një ajet, dy ajete, tre ajete, nuk është kusht ose nuk është të përcaktuar kështu në mënyrë definitive kështu ajo masa e leximit. Po flas kështu parimisht sepse tek fukahat normalisht atu ka hollësira. Alime, atje në fillim, prap alime, me ta tregu mëshirën e tij. Alime. Njerë juve tani alime. Alime pra ata që do të vinë. Alime an sayakunu minkum marda. Po pra, alime aje ka ditë që nuk mundi mi dalë sepse do të ketë për juve që do të smuni. Edhe do të ketë për tyre që domosht që do të punojnë tokë, do ta punojnë tokën e orën e punë të tjera të vështira, të
të cilët kur kthehen nga puna janë të raskapitur, të lodh, domethënë mbyllën syt, edhe më jap këtë obligim u fol të natën. Alime, ai ka ditë që nga fillimi që jo s'muni me bë këto, po kjo ka qenë domethënë diçka e jashtëzakonshme, diçka përjashtuese për një qëllim të madh. Jo qëllim vetveti. Asnjëherë feja nuk ka ardhur me e mjeru njeriu. Pa me Allah zër Kur'ani, sura Taha, prapë ato shkojnë në sekrete. Ma anzalna alejka al-Qur'ana litashqa. Sta kena shprit të mund ty Kur'anin që me mjeru, me të bani njëri kështu që kur të sedhe kur të hajme dhe të shka për kënjëri. A i ke posër musliman të Allah. Si të bëhet musliman, kejt i kompiti. Kur të bëhet musliman, dhe të me konë njëri majlumëtur. Me konë shambull për tjirë. Me qenë gjithmoni bushikshën, përveç në rase kur zba me pëqikshë. Se na musliman të kundet e ne kena. Na s'keshëm kur du të me kesh edhe zgërdhimi ato ku du të me qenë njëri seriaz, me qenë njëri që jep këshill, e jep zgjidhje. Jo mos zgërdhi. E kundërta të mëho. Momentin që bëhet musliman, tjerë ti kompeti. Ruju se kjo bëhet musliman, ruju se ky tash falet. A kuptoni se ku e kemi dërguar, çfarë gjendje kemi përrim. Ali men se e kunu min kumarda, sa ashtim shëshëm zote. Qështu vlezër do të me qenë ana me tirët. Nëse ti i hoqë, e ki vak me lezu 10 orë, 12 orë, mu fal natën 5 orë, mos i mëso tirët ashtu vlezër. Mos i mësoni tirët ashtu. Lecon islamin tirëve. Sufjan Thauri thot me shtrengu din krejt. Me e bo zahmet, e me e bo kiamet. E me ju fo njerëzë me emocion, e me ju jep ven e pa ven, rregulla e obligime. Ato ke din me bo. Amo lehtësimin me o jep, ato ku duhet thot e bën veç një njeri mëshëm, një njeri që ka kuptim, një njeri që ka fiqir. Çaj e bën? Tirë vën pa vën. Wa akharuna, edhe i ka veçu, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Amo ka do tjerë që luftojnë rrugën e Allahut mandum vazhdimisht. Në mënyrë permanente, në mënyrë të vazhdueshme, ata janë në ribat, janë në rojë rrugën e Allahut mandum. Wallahi që e roja e atij mujahidit në Palestinë është më me vlerë se saketa e adhurimit që e bojnë në natë. Nëse të natën falemi, që heroja që ai u bën atyre tjerëve që janë gjithmonë vigjilencë me sulmu armikun, shka në hadith pejgamberit alayhis salam, hadith i sakt, është më me vlerë saketa e adhurimit që e bojnë në. Edhe çfarë adhurimi e bojnë në, mashallah. Faqra'u ma tayassara min. Këtu ka thonë min, ka thonë në Kur'an. Lexoni sa të keni mundësi, sa t'ju vjen malet pe atij. I librit të Zotit i kthehet për emrin e Kuranit. Po pse këtu ka thonë min? Unë thash çdo kund dhe sa herë që keni mundësi. Kurani është burim i frymëzimit. Pra, po në ore atje ku i në ordinancë, në spital, në ushtri, në xhami, apo le të Kurani burimi i frymëzimit tan. Kurani le të jetë ai sofra tek e sela njeriu s'ngopet asnjëherë. Momentin që çohet pas asoj sofre, është njeriu më ndryshe. Ma ndryshë sillet me familjen, me bashortën, e që besa dhe me vetën. Me ndjenjat e menimet që i vërtitën rreth kokës e për gjonat që e rrethojnë e prekupojnë. Dhe me gjitha e pikasin pozitën e luftës. Ju qatiluna fi sabilillah, luftojnë rrugën e Allahut mandum. Luftojnë rrugën e Allahut mandum, dihet se ku du të me luftu, ku du të me shku. Tjerat janë mohabetet natës. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Sikur se bëjë luftëtarëve le të jetë sofra e Kur'anit gjithmonë ai kaftjalli ku mos pari ktheni e i bën ato për llogaritjet e ato reflektimet e tani ktheni luftës. Le të jetë edhe lufta gjithmonë në frymën e Kur'anit, në udhëzimet e tij. Faqra'u ma tayassara. Sa të muni, ndoshta jeni në luftë 16 orë, 17 orë, jeni vigjilencë e pret me kryer një aksion. Faqra'u ma tayassara min. E tjetë gjithmonë Kur'ani ajo lidhja e pashkëpushme me Allahun të mandum. Herën tjetër me meditime të reja rreth librit të Zotit deri atë rujt i madh Zot e faleminderit nga zemra.